Por e ke pas ndonjë periudhë kur je ndjerë zhgënjur, e humbur, ke mendu me u ndërzu, pse ka pas shumë sfida në atë kohë, aq ma pak edhe për gratë që kanë vendosur me ndjek shkollimin, karrierën, nuk ka qenë as pak e lehtë. Asnjëherë s'është e lehtë për një njeri që ka ambicjet e vetja. Nuk ka rëndësi është vajza, është djalë. Një njeri që ka ambicjet e vetja synon t'i arrijë ato ambicie, punon t'i arrijë ato ambicie. Dhe sigurisht që padrejtësitë janë ato që të zhgënjejnë më së shumti. Ato stërkëmcat, intrigat, apo ato tejkalimet pa merit që mund të bëhen në ambiente të ndryshme të punës. Unë jam prej 98-s gazetare, isha fëmijë kur kam filluar gazetare, nuk e dija çfarë ishte gazetaria. Dhe mendoja, jam rritur në një familje dhe ashtu po i rris dhe fëmijët e mi, që kur punon fort, e drejta mbizotron dhe e vërteta del në pa. Po kur ka periudha ku ti përballesh me padrejtësi të vazhdueshme, atëherë normal që thyhesh. Por gjithmonë është ajo pjesa what doesn't kill you make you stronger, kështu që ajo që nuk të vret të bën më të fortë, njeriu fiton sa mekanizma të vetvete për me i tejkalu këto sfida, për me i mitigu, edhe për me mbrite synimi vet, duke lënë çdo keqe masë dhe okay, ose si ishte thënë, si ishte momenti, si ishte fati, e tjera me radhë. Por po, sigurisht që ka pasur shumë sfida të tilla, absolutisht shumë, por që ja ku jemi sot. Pjesa më e madhe me rëndësi është arritjet, jo zhgënjimet.